A e dinte që jeton në Gjermani që ekziston një ligj që të ndihmon me kursy jashtëzakonisht shumë, edhe shumë pak njerëz e përdorin edhe janë ty e prit pa vetdije që mu kry në mënyrë graduale implementimi i tina i cili do zgjat 5-6 vite. Por e ki mundësinë edhe me përshpejtu të gjithë procedurën dhe me kursy jashtëzakonisht shumë. Për cilën ligj fjala? Është për tarifat dinamike të rrymës. Në janar të 2025-ës, para një viti pra, ma shumë se një vit, është planifiku implementimi e orave të meshme dhe ajo deri në 2028-ën ka mu bo 30% e pastaj deri në 2030-ën qështu diçka 70% e më tash. Por ti mund është kompanisë tonë të rrymës mja kërku orën e meshme, me arë sa ma shpejt montimi i sajna, të apë një aplikacion, aty e ki pastaj. Natën, kaq rryma, ditën kaq rryma, mes dite kaq kur prodhohet ma shumë, kur prodhohet ma pak, kur blehet, kur do ma shtrajk, në bazë të asajna e në shon mashinën e jenve, mashinën e thjeshave, gjera që shpenzojnë mas shumë të rrymë, edhe mund është me kursy jashtëzakonisht shumë, ty e përdor tarifat dinamike. A e ke ditë këto?